Pas suksesit të edicioneve të mëparshme në qytete të ndryshme shqiptare, spektakli artistik Shën Tereza Shqiptarja e të gjithë botës u mbajt për herë të parë në Preshev në edicionin e tij të 4. Ky aktivitet i veçantë kulturor u zhvillua në ambientet e Shtëpisë së Kulturës Abdullah Krashnica. Spektakli Shën Tereza Shqiptarja e gjithë botës është një homazh i fuqishëm për figurën e Nën Terezës, e cila vazhdon të frymëzojë breza të tërë shqiptarësh dhe më gjerë. Ai ndërthur elemente të muzikës, poezisë dhe të interpretimit skenik, duke sjellë emocione të forta dhe mesazhe të thella humanizmi. Aktiviteti u ndoq nga afër edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha. Kush tjetër veç saj mundet të buzëqesh me lot në sy, të ringrihet sërish kur gjithë të tjerët e duan përsëri të rëzohet. Unë flas për forcën, jo atë që shtyn, por atë që mban barrën e jetës, me duart e lodhura dhe me zëmrën rishtazi së dashuruari. Kjo është gruaja inteligjente, gruaja e cila kërkon në çdo moment buzëqeshjen, dashurinë, jetën, lirinë. Një grua inteligjente nuk ka nevojë t'i ngjajë askujt. Ajo është vetvetja. Në këtë botë të madhe kopjesh, ajo është vetë shkrimi origjinal i saj. Spektakli artistik Shën Tereza Shqiptarja e gjithë botës është përshëndetur nga kryetaria e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, e cila falenderoi dhe kryetarët e bashkive që morën pjesë në këtë aktivitet. Pavarësisht pyetjeve që do më shtrosh të flas prapë që dua, pa i përshëndetur të gjithë këta të pranishëm që janë sonte këtu me ne. Nën Tereza ka bashkuar sot të gjithë shqiptarët kudo që janë. Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, nga diaspora, kemi këtu përfaqësues të institucioneve publike, kryetar bashkish, kemi ministra, zëvendës kryeministra, deputet, ministrin zotin Blendi Gondë, kemi këtu, zëvendës kryeministra Maqedoniu, deputeti popullor në Parlamentin e Republikës Serbisë Shejt Kameri, kryetari i Bashkisë Indreu, Ashtu dua të falenderoj të gjithë ata të pranishëm, se pakta nuk do ishëm këtu, pa partnerët e koalicionit, pa gjithë ata që na kanë votuar, pa të gjithë këta nuk do ishte mundur ky spektakël, po ashtu edhe panajiri të cilin e kemi pas sot. Kështu që me kënaqësinë më të madhe, unë jam tejet e nderuar, e respektuar, sepse tregojmë se Nën Tereza përmes humanizmit, paqes që ka përquar në tërë botën, bashkoi shqiptarët nga gjithë rajoni. Çfarë përfaqëson për ju Nën Tereza? Është një model frymëzimi, ku gjërat e vogla bëhen me dashuri të mëdha. Duhet të ofrojmë sa më shumë dashuri, me thjeshtësi, me modesti, për të qenë në shërbim të gjithë atyre që kanë nevojë. E ne, Lugina Preshevës, në tërësi e Presheva në veçanti, kemi shumë nevojë për vëmendje nga gjitha institucionet, e sidomos këtu që i kemi të pranishëm. Përmes këtij spektakli, përmes televizionit tuaj dhe televizionit tjera që ishin sot të pranishme për të përcjellur aktivitetet tona, ne po sensibilizojmë pozitën tonë, të afirmojmë të drejtat tona, të paraqesim gjendjen faktike me të cilën ne po përballemi. Prandaj faleminderit përzemërsisht, faleminderit Nën Terezës që ka arritur të na përfaqësojë denjësisht. Faleminderit juve. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gondja, përshëndet mbrëmjen kushtuar Nën Terezës. Gondja solli për banorët e Preshevës urimet e kryeministrit Edi Rama. Është privilegj, është nder, shkenari që të jesh këtu në Preshevë si ministri i qeverisë shqiptare, edhe me porosi dhe me vëmendje të veçantë të kryeministrit Edi Rama. Në këtë tokë ku kultura shqiptare jetohet me këtë dashuri dhe me këtë përkushtim, që të frymëzon kaq shumë edhe që të motivon që të jemi shumë më pranë dhe që të bëjmë shumë më tepër për të përballuar së bashku sfidat që na bashkojnë. Faleminderit zoti Gonde. Bashkia e Vlorës, vëmendje maksimale për Preshevën, komunën që shtrihet në jug të Serbisë. Kryetaria e komunës Ardita Sinani dhe organizatorët e aktivitetit Shën Tereza Shqiptarja e gjithë botës falenderuan përzemërsisht kryebashkiakun Ermal Dredha. Faleminderit.
Dhe në shumë të duke që jemi në Preshev të bashku. Gjatë aktivitetit, 15 personalitete kanë marrë trofeun e bukur të shenjtores me origjinë shqiptare. Spektakli Shën Tereza, shqiptarja e gjithë botës, erdhi për herë të parë në luginën e Preshevës. Ky është një hap domethënës për jetën kulturore të Preshevës dhe një mundësi unike për komunitetin lokal që të përjetojë nga afër një ngjarje që promovon vlerat shpirtërore, identitetin dhe krenarinë shqiptare.